Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Profesioni ideal për secilën shenjë të horoskopit. Dashi është një sipërmarrës i lindur, energjik, i guximshëm dhe i gatshëm të rrezikojë për të fituar. Demi mund të ishte një shef kuzhine shumë i mirë, krijues i durueshëm dhe vlerëson punën që kërkon për pikëmëri dhe shije. Binjakët në profesionin më ideal janë pikërisht atë të gazetarit, kurioz, komunikues dhe i aftë të përpunojë informacione shumë shpejt. Për gaforen do të ishte profesioni ideal infermiere, empatik, i dhëmshur dhe i përkushtuar ndaj kujdesit ndaj të tjerëve. Luani do të ishte në fushën e aktrimit, karizmatik, me vetbesim dhe i lindur për skenën. Virgjëresha ndërkohë do të ishte shumë mirë si analiste, e detajuar, logjike dhe shumë e organizuar. Peshorja, avokat, e drejtë, diplomatike dhe aftë të shohë të dyja anët e medaljes. Akrepi, një psikolog klinik, i thellë, intuitiv dhe i aftë të kuptojë emocionet më komplekse. Shigjetari, një guid turistike, i lirë, aventurier dhe dashamirës i kulturave të reja. Britsjapi, një menaxher projekti ideal, ambicioz, i disiplinuar dhe shumë efektiv në planifikim. Ujori, inxhinier software-i, kreativ, inovativ dhe i lidhur me teknologjinë e ardhshme. Peshqit, artist vizual, i ndjeshëm, imagjinar dhe i aftë të shpreh emocione përmes artit.